Konsumoni arra çdo ditë dhe I thoni lamtumir sëmundjeve të zemrës. Njerëzit që hanë arra rregullisht, një sasi e vogël e tyre mund të përmirësojë edhe çrregullimet e rrahjeve të zemrës, si shkaktari I sulmi në zemër. Një studim I ri thekson se ngrënia e 3 grushtave me arre brenda një javë zvogëlon me 18% rrezikun e dridhjeve arteriale, një gjendje e cila ndjek si rregull rrahje të çrregullta të zemrës, citon Daily Mail. Afërsisht 1.3 milion njerëz në Britaninë e Madhe diagnostifikohen me dridhje arteriale dhe rreth 500.000 të tjerë janë në këtë gjendje, por jo të gjithë të diagnostifikuar. Ulëntimi është kryer në Institutin Karolinska në Suedi, ku si mostër kanë qenë 60.000 të rinj të cilët është shikuar konsumi I arrave dhe badem si një shëndet I mirë I shëndetit të tyre të zemrës për 17 vite. Nga aty ka dalë se konsumi I tyre mund të jetë I lidhur gjithashtu edhe me zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe sulmi në zemër.